Krishtlindja është një fest që shoqërohet me shumë ndritësim dhe shumë zbukurime. E ndërsa ikona e Krishtlindjes apo dhe vendosja e grazhit që vendoset në përkishat apo dhe në familjet tona na tregon për lindjen trupore të Zotit dhe shpëtimtarit tonë Jezu Krisht. Një tjetër simbol i zbukurimit të kësaj periudhe është edhe pema e quajtur e Krishtlindjes. Atë e gjejmë kudo, në shtëpitë tona, në përsheshe, në qytete, në vendet e punës. Por çfarë është ky simbol i pemës së Krishtlindjes? Cili është mesazhi që ky simbol përcjell? Në lidhje me këto flet, kryepiskopi Joan në një nga intervistat e tij dhënë Radio Televizionit Shqiptar në vitin 2006. Historia e pemës ka kaluar në periudhë të ndryshme, duke filluar edhe nga periudhësia e fundit kur propaganda bolshevike e filloi të quante pema e vitit 3. Ka qenë gjithmonë pema e Krishtlindjes. Nuk qenë vitit 3, ai ishte vetëm për ta shkëputur, sepse nuk mund ta hiqnin dot fuqinë e madhe të imazhit që kishte lënë në popull, qoftë babagjyshi i Krishtlindjes, qoftë pema e Krishtlindjes, munduan ta quajnë me emrin e vitit 3. Që shpeshherë dëgjojmë edhe nëpër ekranet tonë ose nga njerëzit tonë si pasojë e asaj propagande ateiste që u bë gjatë këtyre viteve të fundit. Pema ka qenë gjithmonë një simbol shumë i madh në gjithë popullin. Madje pema në kuptimin e thellë është një lloj aksi tribotshëm me rrënjët nën, trungus dhe degët sipër. Dhe përfaqëson aksin e gjithë kozmosit. Dhe gjatë mesjetës kur lozeshin ngjarje të ndryshme, si punë të afërta me disa drama të vogla, dhe gjatë kohës së përgatitjes për Krishtlindje, kësaj periudhe, e luheshin dhe shumë historira që kishin të bënin me rënien e njeriut. Dhe aty shpeshherë në Parajs vendosej pema, që ishte pema e Parajsës. Dhe kjo zbukuroi me mollë me gjëra të ndryshme. Dal nga dal kjo filloi të funksiononte si simboli i Krishtlindjes. E pema është simboli i jetës. Pema është simboli i qëndrueshmërisë. Pema është simboli i rrënimit të gjithçkaje dhe gjithmonë përdorej një pemë që ishte gjithmonë e gjelbër, zakonisht halor, kupton për përjetësinë e këtij mesazhi. Dhe së bashku me pemën janë dhe simbolet e tjera, siç janë ylli, gjëra të ndryshme që përdoren gjatë festimit, të cilat sjellin, unë besoj që në shpirtin dhe në zemrën e çdo njeriu sjellin një lloj gëzimi. Dhe madje unë do rekomendoja që në vendin tonë, i cili ka shumë nevojë për këtë gëzime, për këto imazhe, këtë shtojnë akoma më tepër, sepse imazhet e bukura lënë një gjurmë përjetësisht tek shpirti i njeriu. Nëse do kemi kohë, do të tregoj një histori fare të shkurtër, të cilën e tregon Dostojevski tek libri i famshëm Vëllezërit Karamazov. Është një histori që unë e tregoj shumë prindërve, për ta pasur parasysh ato për fëmijët e tyre. Në fjalimin e fundit që bën Starec Zosima, para se sa të viste, fillon dhe kujtohet një ngjarje. E tregon se si gjyshja e merrte me veten kish, dhe përshkruan imazhet e kishës, ikonat dhe gjithçka tjetër, që nga përshkrimi duhet ishte mesha që bëhet para periudhës Pashkës. Dhe mbasi bën këtë reminiscencë, thot pikërisht këtë fjalë. Ai njeri që ruan kujtime të bukura nga fëmijëria, ka shpëtuar për gjithmonë. Sot ky pohim po pohohet nga pjesa më e madhe e psikologëve dhe psikiatrëve, sepse një njeri që ka imazhe të bukura nga fëmijëria është më solid nga ana psikike, nga ana emotive dhe nga gjithçka tjetër. Imazhet e bukura janë pjesë integrale e shpirtit njerëzor. Madje unë do thonja që nuk mund të ndahet dot bukuria nga shpëtimi, sepse siç ishte edhe në gjuhët e vjetra që fjala bukuri dhe fjala mirësi ishin e njëjta fjalë. Thellë, çdo shpirt njerëzor është i bukur. Dhe thellë, çdo shpirt njerëzor ka nevojë për këto imazhe të bukura. Dhe ndoshta Krishtlindja më shumë se çdo festim tjetër e sjell të imazhëri më tepër. E ndoshta kjo ka qenë dhe arsyeja pse Krishtlindja në një farë forme është bërë festa pothuajse më popullore në botë, sepse ato imazhe janë imazhe të përjetshme për çdo lloj shpirti njerëzor. Shumë njerëz, ndoshta edhe besimtar, përsëri gëzohen nga imazhet aq të bukura dhe aq të thella për shpirtin e njeriu, si janë imazhet e Krishtlindjeve. Prandaj unë i rekomandoj edhe shpeshherë shumë prindërve që të mundohen të sjellin pak gëzim për këto imazhe të bukura tek fëmijët e tyre. Fëmijët që do rriten pak këto imazhe do bëhen më mizor, do bëhen më të vrashë, do bëhen më konfliktual. Dhe fëmijët që do rriten me këto imazhe do bëhen më të butë, do bëhen më paqëtor. Ndë këto imazhe kaq të bukura i japin një lloj përjetimi shumë të thellë. Qoftë për njerëz që ndoshta mund të jenë më të vetëdijshëm, qoftë kur nuk janë të
vetëdijshëm. Imazhi ka fuqi shumë të madhe dhe mund të transmetojë shumë gjëra, edhe kur ne nuk gjejmë shpjegime dot për to.